وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jemi këtu të Varrezat e Prishtinë, pra të xhamia e Varrezas që është një ndryshe në Prishtinë, ku mas e kena të ndjerë 3 xhenozë, ndër të ta është edhe akademik Nejat Daci. Lutëm Allah që ta mëshiroj. Një numër i madh njerëzish, pas namazit ikindis do të falet namazit xhenozave pra të ndjerë Nejat Daci. Sigurisht se është ditë e rrezikshme për neve të gjithë, popullin shqiptar, që tash sa e varrosëm të ndjerin rahmet shpirti pas të akademikin ton, mikun ton të dashur Nejat Dacin. Vdekja nuk pyet ai i shkolluar, ai pa shkolluar, ai i pastër e varfër, ai politikan, ai njeri thjesht, nuk pyet. Vdekja i përfshin mbar njerëzimin. Zoti mëshiroft profesorin akademikun e ngushëllim e familjes së tij. Zoti harrojt ata nipa që ka i arrit, ja bëft hajrit. Obligimi joni pari si bashkëvendas, mandej si një njeri që ka dhënë shumë për arsimin e lartë në Kosovë, për njeri që ka ndihmuar vendlinjen, për që ka ndihmuar arsimin, dhe si një njeri që ka kontribuar në ndërtimin e institucioneve të Kosovës pas luftës. Lutemi pra që të mëshirohet nga Zoti dhe vendlinjave të Tërnovësi, ashtu si edhe Kosova nuk do të harrojnë kujtimi për të. Kam qenë bashkëpunëtor i tij. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike Dardanis, ndërsa kryetar ka qenë Nejat Daci. Me Nejat Dacin kam bashkëpunuar edhe nivel akademik edhe nivel politik. Ka qenë një burr që i ka njoftë mirë institucionet, ka krijuar një ekuilibër pas luftës të paparë mes forcave të pjesës që dolën nga lufta dhe këtyre pjesës tjetër që ishin për politikën paqësore, që ka qenë faktikisht ishte kandidat i Lidhjes Demokratike dhe kryetar i kuvendit nga ajo parti, mirë po ka ditë shumë mirë të bën kompromise politike në kuptimin e bashkëpunimit të gjitha forcave dhe veprimtaria e tij politike dhe akademike ka shkuar në favor të shqiptarëve dhe Republikës Kosovës. Ka qenë një institucionalist i përbetuar. Po skena politike me rastin e vdekjes së tij, pa mendoni? Po shiko, ky nga politika është tërhek, bukur ka kohë, mirë po shembulli i sjelljes së tij kishte më qenë një model i mirë për politikanët e ardhshëm, se si duhet të bëhet politika në Kosovë. Besoj që është një model i mirë i krijimit dhe ndërtimit të institucioneve të Republikës Kosovës. Unë e qmoj si njërë ndër 3 figurat më të njohura, më komplete të historisë shqiptare, pas presidentit Rugova, akademik Fehmi Aganit, ky do të jetë njeriu më komplet në çështjen kombëtare. Ishte akademik, ishte profesor në universiteti, ishte kryetar i LDD-s, po më e rëndësishmja ishte kryetar i Kuvendit të Republikës Kosovës. Tu e përcjell sot atë mbledhjen komemorative në Kuvend, e pash që njerëz të mirë, njerëz të mëdhej, edhe në momentin e fundit para varrimit e çojnë një mesazh për bashkimi. U bë sebeb që një pjesë e mirë e elitës politike me konë me një zo, me një vend rreth akademik Nejat Dacit. Unë menoj që jetën e tij e ka përshkruar edhe ky moment i fundit në Kuvendin e Kosovës. Ati driti pas shpirti për asnjë gjë që e ka thonë e ka bë, nuk duhet muni keq asnjëri prej nesh.